Thuhet se njerëzit që bëjnë diçka të mirë për atë dhevën e tyre janë njerëz me fat. Duket se unë jam njeri prej tyre. Nuk ishte plane për të sulmuar civil apo kundërshtar politik. Ushtria çlirimtare e Kosovës nuk ishte parti politike. Ishte ushtri çlirimtare. Madje, edhe nëse lufta në Kosovë nuk të ndalej në qershor të vitit 1999 dhe do të vazhdonte deri në ditën e sotme, unë ende do të isha ushtarja dheutin. Kuptohet, nëse nuk do të isha vrarë deri më tani, për çka gjasat ishin reale. Jam i bindur se bëm gjën e duhur. Edhe sot do ta bëj atë njëjtën gjë. Liria, paqja dhe demokracia arrihen duke u përballur me agresionin. Prandaj edhe NATO na mbështeti. Prandaj na mbështeten edhe vendet tuaja. Prokuroria në dosjen e saj përfundimtare kërkon dënime jashtëzakonisht të rënda. Aq të gjata saqë në thelb synojnë të na ndalojnë përgjithmonë kthimin në vendin tonë. Koha sigur do të kthehem në Kosovë, tash tutje varet nga vendimi juaj. Por prokuroria duhet ta kish kuptuar se kur do që të kthehem, unë do të kthehem në Kosovën e lirë. Në Kosovën për të cilën jam krenar, që i kam dalë Zot në kohën më të duhur dhe për lirinë e secilës kam qenë dhe mbetem i gatshëm ta jap edhe jetën sa herë që do të kërkohej nga unë. Në respekt të secilit për jush në këtë sallë, besoj se po të ishin vendet tuaj në rrethonat e njëjta me ato që ka përjetuar Kosova, do të vepronit njësoj. Jam i bindur se dhe ju do të luftonit për njerëzit dhe vendet tuaja. Ashtu siç kanë bërë paraardhësit tuaj, para se vendet tuaja të bëheshin të lira e demokratike. Gjatë luftës ndodhin shumë gjëra. Ka kaos, frikë, veprime individuale dhe dhimbje të akumuluar nga vitet e të tëra me shtypje. Lufta gjithmonë le pasoja dhe viktimat e saj. Pikërisht, këto viktima kanë nevojë për drejtësi të mbështetur mbi të vërtetën. Sepse drejtësia që nuk mbështetet në të vërtetën i lëndon viktimat për herë të dytë dhe shkatron vetë qëllimin e saj. Pas gjithë asaj që dëgjuam nga palët gjatë këtyre viteve, kërkesa ime është e thjeshtë. Që vendimi të mbështetet vetëm në ato që është provuar, jo në ato që është sugjeruar. Në fakte e jo në hamendje, në ligje e jo në përshtypje. Jam besim plot se drejtësia dhe vetëm drejtësia do të na kthej na dhe neve që jemi këtu të akuzuar. Në fund, dëshiroj t'i falenderoj ekipet tona të mbrojtjes dhe në veçanti ekipin tim të udhëhequr nga Jeffrey Roberts për angazhimin profesional në mbrojtjen time, në mbrojtje të së drejtës dhe mbi të gjitha në mbrojtje të luftës sonë të drejtë. Por mbi të gjitha, i falenderoj bashkëqytetarët tanë që besojnë në pafajësinë tonë. Mbështetja tyre ka bërë që prangat që me kanë rënduar të mos i ndjej si barr. Veçanërisht kur ato prangat tani më nuk i rëndojnë Kosovës, ashtu siç kanë rënduar gjatë gjithë kohës sa ishte në nënpushtimin e egër servisë. Thuhet se njerëzit që bëjnë diçka të mirë për atë dhevën e tyre janë njerëz me fat. Duket se unë jam njeri prej tyre. Faleminderit.